Sipas astrologëve, Akrepi është një nga shenjat më komplekse dhe më të thella të zodiakut, e njohur për intensitetin emocional, besnikërinë e fortë dhe reagimet e ashpra ndaj zhgënjimit. Në interpretimin e tyre, kjo shenjë ujore udhëhiqet nga planeti Pluton, që lidhet me transformimin, misterin dhe ndjenjat ekstreme. Ekspertët e astrologjisë shpjegojnë se një akrep mund të jetë partner shumë i përkushtuar dhe i ndjeshëm, por edhe jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj tradhtisë apo mungesës së vëmendjes. Kur ndjen se është lënduar, ai nuk e fshet dhimbjen, por e kthen në forcë mbrojtëse që shpesh shihet si akmarrje, thuhet në analizat astrologjike. Sipas tyre, Akrepi përjeton çdo marrëdhënie me intensitet të lartë dhe kërkon transparencë absolute. Një vonesë të komunikim, një fjalë e keq kuptuar apo një gjest i ftohtë mund të perceptohen si mungesë ndjenje. Kjo e shpjegon pse kjo shenjë shpesh përshkruhet si e pamëshirshme, ndonse në thelb ajo udhëhiqet nga frika e humbjes dhe nevoja për siguri emocionale. Astrologët këshillojnë që për të ruajtur një marrëdhënie të qëndrueshme me një akrep, nevojitet ndershmëri, durim dhe respekt i thellë për hapësirën e tij emocionale, pasi megjithëse është i fortë, është gjithashtu një nga shenjat që dëshiron më sinqerisht. Pra herën tjetër, mendoni 2 herë kur të merresh me një akrep. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.